I ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njonit prej sahabeve, i ka thonë ti ki dy cilësi të cilat i don Allahu i madhruar, el hilmu wal anah. El hilm që Allah e ka përshkruar veten Halim, i ka përshkruar disa robër të vet të mirë Halim, do me thonë njeriu të cilit i është bot dam, ose është mundu me ju bot dam, ka arsye me u hakmar, edhe ka mundësi me u hakmar edhe nuk hakmirët. Pra jo vetëm thjesht ai që fal, po ai i cili edhe pse ka mundësi me e marrë drejtën e vet edhe hakun e vet nuk e bën një gjë të tillë për shkak të asaj mirësie që e ka me të tjerë. Njonin prej njerëzve të mirë, gjeneratave të hershme, ka folë diçka, e ka dalë një ushtar edhe i ka thonë ku është vendbanimi i njerëzve, ka vetë ku katuni, edhe ky i ka bo me dorë ka varezat. Demek vendbanimi i njerëzve o varezat, se këtu krejt jemi përkohësisht, që atje kena me najtë gjakë. Edhe kur ka shkuj ka pa që është varezat, u këthy, ka thonë ti ajgare po pan me mua, edhe ja ka thonë një goditje në kokë. Edhe i nda. Mas i nda, ati ushtarit i ka thotë dikush, a din kujna i re? Thot i re filon djetarit, marrë do të me tharë. Edhe ajo u këthy të nga me i lyp halal, me thonë, posh zotin falë se nuk e dita kush je, po s'di që kam gjete u bona nervoze kështu me radhë, i thot a i mos u bon parak se në momentin që më kera, le që ta kom falë, po jam lutë për ty, për arsye se ti më bane zullon, edhe ma mundësove që unë me fitu të Zotë shpërblim për atë dam që ma bane, e u luta thash o Zotë, këtë që ma mundësoj mu rahmetin tanë, mundësoj edhe këti ti rahmetin tanë. Fale edhe që e në gjennet. Dhe kjo është ajo zemërgjërsia cilën Islami e promovon, edhe ne duhet ta kemi me bollëk në jetën tonë, e posaçërisht në raportet dhe në relacionet tona me njëri tjetrin. Ti jemi zemërgjan, ki mundësi nga njerë edhe me marr hak, por nuk e ban për hir të Allahut fuqiplot.